Tre shenjat që shfaq trupi kur keni probleme me mëlçin. Mëlçia është një organ kyç në organizmin tonë. Kjo pasi ajo ka një rol kryesor në prodhimin e faktorëve të gjakut, proteinës, të ëmbëlsit dhe mbi 100 enzimave të ndryshme. Po ashtu ndikon në metabolizëm, depozitat e glukogjenit si burimi i energjisë, madje përmirëson edhe përqindjen e sheqerit në gjak. Mirë po, shtimi i toksinave në organizëm, të cilat futen me anë të ushqimeve ose nga ambienti, bën shkak për mëlçin që të punojë më ngadalë. Ekzistojnë disa simptoma të cilat tregojnë punën e ngadalë të mëlçisë. Shpesh vjen deri te lodhja, madje edhe në mundimet fizike minimale. Shfaqjen dhimbje të kokës, të cilat manifestohen me gropa të syve. Shfaqjen dhimbje të nyjeve dhe të muskujve, djersitje të shtuara pa bërë asgjë, probleme të lëkurës në formën e akneve dhe ekzemave, probleme të kapslloku dhe të vjella. Nëse vëreni këto shenja, paraqituni tek mjeku.